Abu Hamid al-Ghazali, dietari i madh i Islamit, në ato që njihet ndryshe periudha e humbjes së tij. Pra ai kish humbur nga publiku, po jo se kish humbur rrugën. Në një udhëtim të tij drejt Mesjidul Aqsa, drejt Aksas, ku qëndroi në Aksa dhe në Damask për disa vite, ndër të tjera, në xhaminë e madhe të Damaskut, në xhamin Umawi, një personalitet i cili ishte i ftuar domethënë për të ligjëruar ose për të lëshuar mësimet e tij në xhamin e madhe të Damaskut, xhamin Umawi, thot pa Ghazaliun i cili ish ulur si gjithë të tjerët dhe ngrihet në këmbë. Thot ndodhet këtu Ghazaliu, Abu Hamid al-Ghazali, ndodhet këtu Ghazaliu dhe ligjëroi unë dhe të pranishmit shihnin se ku ndodhet vallë Ghazaliu, ku ndodhet. Pra emrin ja njihnin, por s'njihnin figurën e tij. Thot ja tek e keni. I thanë ky është Ghazaliu? Thot po ky është. Tha ky ka muaj me radhë që qëndron këtu në xhami. Kudo që ka mësime në xhami, sepse xhamia Umawi edhe sot që ne po flasim domethënë, në territorin e saj ka halakate, domethënë ka kurse të ndryshme, tematika të ndryshme. Dhe ti mund të pozicionohesh ku dëshiron ti. Dëshiron të shkosh tek gjuha arabe, sintaksa dhe morfologjia për shembull, libra të cilët lexohen me radhë, me nivele të ndryshme. Dëshiron të shkosh aty ku lexohet dituria e shkenca e hadithit, e tefsirit, e kështu me radhë të gjitha shkencat islame, ti shkon të fokusohesh ku dëshiron ti. Pra në të njëjtën kohë, si në të gjitha xhamitë e mëdha, jo vetëm në xhamin Umawi, me patjetër, në botën islame, këto e gjen në xhamin e Profetit alayhi salatu vesselam, këtë e gjen në Ezher dhe në shumë xhami të tjera të mëdha të cilat janë institucione vete. Thot Ghazaliu shkonte nga kursi në kurs. Pra i ndiqte të gjitha me radhë, ai që ishte deti i diturisë, shkonte edhe tek gjërat më fillestare. Thot jo vetëm kaq, por ky person i cili nuk është se komunikon shumë me të tjerët, pra nuk kalon kohë me njerëzit në komunikim, sepse ai qëndronte bashkë me njerëzit aty, thot është vullnetar, pastron dhe banjot e xhamisë këtu. Pra Ghazaliu diçka të tillë e bënte për të edukuar nefsin e vet, nefsin e tij. Kjo vepër e cila në heshtje, që ka ndodhur brez pas brezi, ka persona të cilët e ka bërë për nefsin e tij, për të treguar domethënë që shikoj se nuk është se nëse je dikushi, qoftë dhe në post, në pozit, nëse je dikushi, ti nuk duhet të veprosh këto veprime. Pra, veprimet të cilat nuk janë dispozita, që nuk bëhen publike, mund t'i ruash mes teje dhe Allahut subhanahu wa taala.